أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن absolute I takojnë vetëm Zotit ton, Allahut subhanahu wa ta'ala. Përshëndetjet, lëvdata, mirësia, begatia, salavatet e Zotit, salavatet tona, të gjitha të grumbulluara tek njeriu më I mirë, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme, mbi gratë e tij të pastra dhe të gjithë besimtarët të cilët e ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamatullah, do të vazhdojmë me lejen e Zotit xhelle xhelaluhu në ciklin dhe vargun e ligjëratave tona mbi jetëshkrimin dhe biografinë e njeriut më të mirë, njeriut të cilin e zgjedhi Zoti jon xhelle xhelaluhu për ta bërë pejgamber dhe kuror të të dërguarve të gjithë atyre të cilët erdhën me një mesazh për adhurimin e Zotit xhelle xhelaluhu. Jetëshkrimi Muhamedit alayhi salatu wassalam është një burim I pashtershëm I studimeve të muslimanëve. Jetëshkrimi Muhamedit alayhi salatu wassalam është burim drite dhe burim mësimesh dhe burim udhëzimesh. Dhe nga këtu duhet të niset besimtari në leximin e historisë së tij alayhi salatu wassalam. Pra njeriu nuk guxon ta lexon historinë e Muhamedit alayhi salatu wassalam me lexime sipërfaqësore, me lexime të thata, me lexime ku nuk vihet vëmendja e plot e njeriu në çdo lëvizje të tij alayhi salatu wassalam. Andaj neve tham në çdo ligjërat se nga këto derse dhe këto ligjërata nuk kemi për qëllim rrumbullaksimin apo përgjithësimin e historisë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nga se kjo natyrshëm kërkon më shumë ligjërata dhe kërkon një mund shumë më të madh, porse neve dëshirojmë që të theksojmë dhe të vendosmi me vija disa nga rreshtat e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam e që neve të na ndihmojnë në jetët e përditshme dhe t'i manifestojmë disa prej veprave të cilat na ka porositur pejgamberi alayhi salatu wassalam. Të nderuar xhamatli, neve jemi në vitin e 6 të Hijrit. Duke shpjeguar për vitin e 6 të Hijrit. Natyrshëm neve na kanë ngelë edhe shumë pak ligjërata deri në fund. Dhe duhet në këto 4-5 ligjërata të përfundojmë historinë e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Porse e kemi të domosdoshme që të ndalemi edhe me disa prej mësimeve të ligjëratës dhe rrëfimit të ligjëratës e kaluar. Ka në dersën e kaluar përmendëm marrëveshjen e Hudejbijës, e cila marrëveshje gëzon në jetën e Muhamedit alayhi salatu wassalam një pozitë shumë të madhe. Madje kjo marrëveshje ndryshoi kahjen dhe ndryshoi pozitat e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Andaj domosdoshmërisht e kemi që në këtë ligjërat të vazhdojmë me disa prej mësimeve dhe dobive, e që të vazhdojmë pastaj edhe me disa prej ngjarjeve të cilat kanë qenë pas marrëveshjes së Hudejbijës, e që në fund t'i grumbullojmë në këto 3-4 ligjërata që na kanë ngel deri në vdekjen e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Përmendëm në përgjithësi marrëveshjen e Hudejbijës. Thamë pejgamberi alayhi salatu wassalam e pa në ëndër që do të shkon në umre. I mbledhi shokët, shkoi, kishte disa telashe me disa delegime dhe disa bisedime, erdhën në përfundim që të bëjnë marrëveshje. E vendosën marrëveshjen. Pastaj u kthin në Medinë. E pastaj prej këtu na do të vazhdojmë, po para se me vazhdu, çka përfitojmë nga kjo? Tash në ligjëratën e fundit dietarët në marrëveshjen e Hudejbijës I kanë nxjerrë 130 mësime, e që na s'kena mundësi këto mi përmend.
130 mësime, mes tyre dispozita dhe urtësi juridike, mësime juridike, dhe prej tyre dhe urtësi të cilat kanë bajnë me ngjarjen në përgjithësi prej mësimeve dhe udhëzimeve të përgjithshme. Unë do t'i shmangëm juridikut, nga se nuk është çështje këtu juridiku se kur të prishet umreja si me e kompenzue, kur të zë gjumin namaz si me kompenzu, kjo e ka vendin dikun tjetër. Por unë do të mundona t'i përmendja ato mësime të përgjithshme që neve na mungojnë, që neve duhet t'i vendosmi në jetët tona, t'i instalojmë në jetët tona, t'a bojmë sistemin e trurit dhe shpirtrit të punoje në bazat të këtyre mësimeve. Përmendëm dikun pak mësimin në ligjëratën e fundit. E sot do të vazhdojmë me disa prej tjerave. Nëse vërejtët në krejt këtë ngjarje që ka ndodhi në marrëveshjen e Hudejbijës, e vërejnë një kthim të vëmendjes me rëndësi, dhe ajo është zbritja e shumë dispozitave. Apo neve thamë s'do të flasim për dispozita, por zbritja e shumë dispozitave jep një mësim në veti. Pra për shembull, zbriti qethja, zbriti ajeti i atyre të cilët bllokohen në umre, zbriti si me fal namazin kur je në përballë me armikun apo në luftë, zbriti pastaj nëse të zë gjumi, zbriti nëse ke smundje dhe je të shku në haxh, e kështu me radhë. Shumë prej dispozitave, zbritën prej dispozitave si me bo marrëveshje me kanë, me palën kundërshtare, me palën e armikut. Shumë mësime. Kjo çka argumenton? Argumenton për një sen shumë të rëndësishëm. Dietarët thanë se zbritja e shumë dispozitave në marrëveshjen e Hudejbijës, ndërsa gjendja ishte gjendje të cilën na e pam me vështirësi apo nuk kishin ujë me pi, pejgamberi s.a.s. i vendosi durët e tij në enë që të shtohet uji. Bënin manovra që të shkojnë nga Mekja me rrugë të cilat ishin zakonshme. Armiku përballë, Khalid ibn al-Walidi me 200 kalorës, i priste ta falin i qinin dhe t'i goditën qafa. E kështu me radhë, ndërsa ketë këto kriza, Allahu po i zbrit mësime. E dietarët thanë se zbritja e mësimeve dhe dispozitave në kësi siklete dhe kësi ngushtica, çka argumenton? Argumenton se Allahu Gjelle Gjelaluhu, pi thot Muhamedi s.a.s. dhe shokëve të tij, çfarë do gjendje që jeni, çfarë do sikleti që gjindeni, çfarë do ngushtica që ju ka kap, çka? Mësimi i fejes vazhdon. Apo tash t'him në ligurat e tyre, apo në çfarë sikleti e na ujë s'kena, buk s'kena, armiku na ka dal, na i na të vesht me ihram, as mundësi për të luftu as një sen. Tash na muhul me mësu mësime, tash na muhul me mësu dispozita, apo, por jo, Zoti i unë gjelluar na thot, duni me mësu edhe në krizat më të mëdhoja, duni me mësu edhe në krizat më të mëdhoja, andaj zbritni në ajete, dhe ju e dini se si sahabët i lexojnë ajetet, ju e dini se si lexojnë ajetet, andaj para mendon, Hudejbije po zbresin ajete, pse të vazhdojë mësimi, e tash, kjo për ta, për neve, kjo një histori, për neve ato e kanë kry, radhi Allahu anhu, Allahu i knas me ta, e na çka mësojna, e tash na çka mësojna. Nëse ata nuk kanë pas hapësirë që ta ndalin mësimin e fejës dhe ajeteve dhe haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe në luftë, ata jashtë luftës, në luftë, armiku ju ka dalë karshi, telashe e madhe, po dojnë mi dëbue, këta po ullën me mësu mësime të fejës e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Andaj, shiko Allahu Gjelluala farë mësimin a jep të se në përmendën djetarë. Thash, 130 mësime janë që e pasqyrojnë edhe më mirë këtë ngjarje, por do t'i shkoqizin disa prej tyre. Andaj, s'ka ndërprerje të ligjëratave, s'ka ndërprerje të derseve. E tash, le ta shikojë çdo njëri prej neve. Le ta shikojë çdo njëri prej neve.
Çfarë justifikimi është mundët me nxjerr Allahu xhallahu ala për mos dëgjim dhe mos mësim të fesë së Zotit xhallahu xhelalu. Ata në luftë mësonin. Ata në krizat më të rënda mësonin. Ju zbritnin ajete mi studiue. E tash neve në kësi situatash ku njerëzit nuk janë ngarkuar, por vetë se me tregti dhe pazarët e tyre, a kanë arsye me lan mësimet, a kanë arsye me lan studimet, a kanë arsye me lan dëgjimet? Nuk ka arsye. Dhe në mesin e tyre kush ishte ndëruar xhamatli? Ebu Bekri 50 e diçka vjeçar. Në mesin e tyre Omeri, apo dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam mesin e tyre po i zbresin dispozita. Andaj ti shmangemi arsyes për mos lexim, për mos mësim, për mos dëgjim. Apo unë nuk po bajt ashtirje me më dëgju ligjëratat e mia, me dëgju ligjërata, me lexu libra, mos me ndal mësimin. Nga se dikush apo thot ku kam me mësuar tash çfarë çfarë gjendje kam? Ku kam me mësuar tash çfarë çfarë rrethana kam? 100.000 gajle i kam. Po ata i kishin 1 milion gajle. Po ti ki 1 miliard, apo 1 milion. Ata i kishin me miliarda gajle. Sa dush që ti nxjerr shifrat gajleve, ato kishin më shumë. Ato kishin më shumë. Dhe nuk e ndalshin mësimin e fesë së Zotit xhelel xhelalu. Andaj mos u mundo as pak me nxjerr justifikime. Mos u mundo as pak me nxjerr arsye. Unë s'kam mundësi tash, kam mundalën në 1 orë me ngu ligjërat. Po kjo të kushton ahiret shumë. Mos mësimet dhe mos njohurit për ditën e llogarisë të kushtojnë ditën e gjykimit shumë. Andaj Allahu xhallahu ala në marrëveshjen e Hudejbiyes na mësoi edhe këta. Çfarë do gjendit që t'jeni? Çfarë do krizat të t'jeni? A ka krizë më të madhe se me të thonë dikush ka me të luftu? A ka krizë më të madhe me të dalë me armë 200 kalorës? Këta çarmatosur me ihram. Kush e ka vesh ihramin e di, mi dal dikush rrugë, çka është ati? Çka i bie mi thon ati? Me ihram, një pishkir nalt, një pishkir poshtë. Krejt i pa mobilizum. Allahu dhe ullë në mësoni. Ullë në mësoni. E tash na me këta komoditetet, me këta mundësit dhe përparimet e shumta të cilat neve i kena gëzu në këtë dyshekuj, edhe këtu mu justifiku, edhe këtu mu arsjetu se unë s'kam ko me da për me ngu një gjërat, s'kam unë e ko se unë jam i ngarkum. Me qka je i ngarkum? Me qka je i ngarkum? Kush t'ka ngarku? Kush është ta që t'ka ngarku? Apo s'ka ngarkesa? Po, vazhdoje jetën, vazhdoj punë, por gjenj ko, hapsira, kryo hapsira. Dikush po s'muj me gjetën e ko, kryoj hapsiren, le diçka për diçka, ndaj diçka për diçka tjetër. Andaj ta mormi këtë mësim të Zotit xhelle xhelaluhu, që Allahu te bareke ve teala po na porosit jo me ndal mësimin. Kjo vlen për krejt, kjo vlen për studentat, kjo vlen për xhallarët, kjo vlen për dietarët. Andaj me Muhamedi ditë për ditë plak e pan me laps dhe me atë kutin e ngjyrës dhe bojës të pendës me të cilën shkruante, dhe e pan duke vrapu me fëmijë. Ta ishte imam i njerëzve. I thanë o imam, që ti hoxha i këti vendit Bagdadit, çka po vrapon me fëmijë? Kuptimin, tash e po plak më mos vrapon me fëmijë. Shkon të në xhami në mektebe duke e shkrujt hadithin. Tha imami, me laps dhe me boj deri sa të varrosemi. Kjo është mesazhi këtë ulemave. Me laps dhe me boj dhe me fleta deri sa të varrosemi. Abdullah ibn Mubareki, njëri shumë gjigant dhe shumë kolos i dijes dhe njëri i madh i cili kishte transmetuar hadithe në shtratin e vdekjes, tregon familjari vet, transmeton Imam Dhahabiu në librin e tij Siyar A'lamun Nubala, thot duke vdek, tha bema një letrën, bema një lapsin, dhe filloj me shkujt hadithe. Ka thonë pejgamberi s.a.s. dhe shkujt hadithe. Dhe i thanë, o Abdullah, jetu ndru jetë, je shtri për me ndru jetë. Ata i thonin talqinin. Këtipi jamsojnë talqinin, kishka e transmeton hadithin e talqinit. Tha pse po shkun hadithe, je shtri me vdek, dhe vdic në atë shtrirje të vdekjes. Tha, qështu jena mësuna, me mësu deri në fund.
por tha ma e rëndësishme çka është. Ndoshta se kum shkujt ende atë hadithin me të cilin mëshiron Allahu. A shiko këto e kanë pa lapsin mëshirë, shkrimin mëshirë. Andaj, mos e le lapsin, mos e le librën, mos e le ligjëratën, mos e le dersin, mos i le përvojat e njerëzve pa i morë, merri të gjitha dhe mos u ndal, derisa përfundosh. Çka është Zoti xhelle xhelaluhu i plotësuar. Dhe shiko Muhamedit alayhi salatu wassalam, do ta shohim na para vdekjes. Çdo vit Gjibrili ja ka lexu Muhamedit alayhi salam një herë Kur'anin krejt. Çdo vit. Apo dhe vitin që ka ndru jetë, qatë vit që ka ndru jetë, ja ka lexu në Ramazan 2 herë. Sahih Bukhari hadithi. Pse ja ka lexu 2 herë? E tash parashtroje pyetjen. Kur duhen mësimet? Kur ki jetë a kur i të shku për vdek? Mësimet kur duhen? Pra, nëse e shikojna me këtë botë, pse mëson? Për të kanë i hap në këtë botë për të zhvillu jetën. Mirë, nëse Gjibrili e din, apo që i ka arë fundi, nga se ka zbrit ajete, pse për jam mëson 2 herë? Ka të shku në akiret, për me da dhonë neve mësim, deri momentet e fundit. Madje, ka fundi pak ma shumë. Ka fundi pak ma shumë, apo 2 herë ja ka lexue në vitin e fundit Gjibrili Kur'anin. Merratejni 2 herë. Andaj, mësimi i parë nga marrëveshja e Hudejbijës, e që normal i bjem mësimi 4 apo i 5 nëse i lidhim me ligjëratën e fundit, ky mësim është që të vazhdojmë me mësu, të vazhdojmë. Andaj pasi që jemi në Ramazan edhe jemi nga fundi, mos të bëhet bajrami fundi i mësimeve. Mos tjetë baklava dhe mbëlsira e bajramit fundi i ibadeteve. Apo e finalizumna, tash po zhveshemi, po lirohemi, po të prangosemi nga pangat e agjërimi dhe ibadeteve. Pse? Qa i Zot është? I njëjti Allah, i njëjti Zot të cilin na pibojmë ibadet tash, është edhe në bajrame dhe mas bajramit. Ta morbi nga marrëveshja e Hudejbijës. Vazhdo ende, derisa të takoj Zotin tanë të bareke vë te ala. Kjo është mësimi. Për ta mundi me folë shumë, por se ta vendosmi theksin në këtë pikë. Gjithashtu, përmendën dietarët në këtë marrëveshje dhe këtë ngjarje komplet, një mesele shumë e madhe, dhe ajo është se tani do të shkojmë mësimet herë në fund ngjarjes, herë në fillim, kjo nuk ka derdh, më rëndësi është mësimi. Omer ibn Khattabi e shumë prej të tjerëve. Pejgamberi alayhis salam Medinë kur u nis ju tha: "Inna sanati al-bayt." Na do të shkojmë ku? Në Kabe. Do të bëjmë umre. Kështu është teksti. A ju kujtohet? E pa ëndër do të shkojmë në umre. Dhe ju kallzoi. Do ta përgëzoni veshni ihramat në Dhul Hulejfe dhe nisemi për umre. Këtë rregull. Kur puna mu kthi mas marrëveshje, duni mu kthi, në mot keni marrë për umre. E tani Omeri çka boni? Reagoi. Çka kjo punë? Dhe e tha një fjalë. A na ke thonë se kena marrë në umre? A na ke thonë, ti vetë ke thonë? E dietar thanë, nga kjo fjalë e Omerit kuptojmë se edhe dietari mundet me e ketë shkuptu tekstin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi sa nuk tha si vjet. Edhe pse dul për umre. Ai tha, kum pa ëndër se do të bëjmë umre. E kur? E kjo nuk e di kur. Unë se kum pre, por unë kum pa ëndër se do ta. E Omeri çka i tha? A nuk thave? Ti a nuk thave vetë ti që kena me bëjmë umre? Andaj çka i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Unë jam i dërguar i Allahut. Ka dal pa. Unë nuk të kum thonë si vjet. Ka haruçi nuk i ka thonë si vjet. Nga kjo çka nuk kuptoj. A ka mundësi njeriu me këtë kuptu hadithin? A ka mundësi? Ka mundësi. Ja Omeri pe këtë kupton. Pi thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pejgamberi sa peshkruan pikën. Peshkruan pikën. Në mod kena me ardhë. Omeri pe shef, jo rasisht u revoltu. I tha për nësëm, a nuk na ke thanë? E ta shtja speshek ta shka peshkruna. Ta shtë na peshof në hajë speshek. Na peshof nëse ne ka shpiku dikush tjetër. Ti shmikon ato
ngjarje, ndoshta kishmi qenë me kuptime të ndryshme. Andaj, nga kjo dietar nxjerrën se ka mundësi edhe dietari me këtë kuptu. Por se normal në kornizat të cilat i përmendëm se do të marrë një dietar tjetër dhe me shpjegu çka ka për qëllim. Andaj kur tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do të vim, do të bëjmë umre, ai nuk e përcaktoi, po kish pa ëndër që të ndodhe kjo marrëveshje e ndodhin disa prej gjërave të tjera të cilat do t'i përmendim. Andaj kjo është mësimi të cilën e përmendën dietara. Gjithashtu, nëse ju kujtohet kur erdhi ky i fundit, delegati i fundit, Suhejl ibn Amr, apo dhe me këta unë nënshkryt marrëveshje mes Muhamedit sallallahu alajhi wasallam dhe Suhejl ibn Amr, ai në emër të Qurayshve. Atëherë kur erdhi ky njeri, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ky e kishte emrin Suhejl e që i bie i lehti. Atëherë tha besan u lehtësu çështja juve. Sehule emrukum. Kur erdhi tjetër, çka tha pejgamberi sa Mikraz, tha hadha fajr, kjo i prisht. Kur erdhi tjetër Himsi, çka tha, ky tha e do fejen, ama na gabim e do ky. E do kurbanin, e do çapën. Andaj kur e pa pejgamberi sa në ihram, kur e pa me i kishte nxjerr kurbanat përpara, hiç foli me pejgamberin sa. U kthi. Dhe ju tha Qurayshve, turp për juve mos më lan këtë njeri me bë umre. Po mirë, në çdo kush ka vike, pejgamberi e thënë ka një fjalë. Pse? Nga se pejgamberi sallallahu i lexonte ngjarjen. Por nga kjo çka kuptojnë ana se hule emrukum, u lecu çështja juve. Shiko pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë Ibn Qayyim al-Jauziyja, sehula emrukum, i bie çish i bie mendim mirë, e cila në gjuhën bashkëkohore për kthehet me optimizëm, të kesh mendim të mirë, apo andaj shiko pejgamberi sallallahu në ato kriza, në ato vështirësi tha, u lecu puna, ku u lecu puna? Ku u lecu puna? Çka ndodhi që u lecu puna? Po vjen një njeri armik, po vjen me na, jo me na lan, mos me na lan, ku u lecu puna? Por se Ibn Qayyim al-Jauziyja çka thot? Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk kishte diçka që aludonte për të mirë, një mundësi, vetëm se e mirëte. Shiko, emrin e ka pas të mirë, sehule emrukum. Sehule emrukum. Andaj të gjurmojmë pas këtyre rrugëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe të ndjekmi këto rrugë. Si? Kur ka kriza, kur ka telashe, kur ka probleme, apo sa është me rëndësi që dikush t'i ketë ende shpresat gjallë, apo nëse njerëzit kur kanë probleme, veçanërisht ata që janë pjesë e problemit, çka ngushtohen dhe disi mendojnë se u kri bota, jo, ka dal, ka zgjidhje. Shiko pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çfarë krize? Po thot u lecu puna juve. Ana një ditë për ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u informu se një shok i tij është i smut, i smur. Shkoj me vizitu. Kur shkoj me vizitu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i njëjti pejgamber, çaj shka menon mirë këtu, menon mirë atje. Shkoj edhe ishte i smut. Atar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha la bas, s'ka problem, tha tahurun inshallah. Pa kjo ka me të pastru inshallah. Ka me të pastru apo? Atëherë ai çka tha? Tha jo, çfarë pastrimi? Te vorrët atu më quë. Te vorrët kjo smuja atu më quë. A shiko sa njeriu kështu dëshiron me mendu për keq. Zbahet kjo punë. Keq ka mu ba. Nuk krijet puna. Jam t'i pa unë situatat. Jam t'i pa rrethonat. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha pastrim, ai tha jo te vorrët. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha çish dush ti? Vdiq për 3 ditë. Në Sahih Buhari hadithi. Vdiq për 3 ditë. Pse vall? Nga se ky mendim i keq, kjo ngarkesë e radh e mundon njeriu dhe ja bie telashet. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam, ne kemi përmendur shpesh këtë rast për të argumentuar këtë optimizëm të madh pejgamberit alayhi salatu wasalam, ardhi një shok te pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe tha, pejgamberi sa i tha, "Çish e ke emrin?" Tha, "Emrin e kam Hazan, emrin e kam Irad." Arabti nojnë shikë kështu emra, Iran, dëma djal Iran, apo kushim Hamza, kuptimin e fuqijës dhe superioritetit të jetë i lartë, apo Nemër, Tigër, eksumeral, kështu i nojshin emrat. Dhe këtia kështë lanë babavet Iran. I thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, prej sot kena me të ndru emrin, kena me të bot letë, sehel. Thot unë se ndroj emrin, shama ka në baba. Ama pejgamberi sa tash nuk i ka zbrit çpallë me ndrojemën, na po dojmë ta lecu tije.
Çka thot nipi i vet? Çka thot nipi i vet? Saidi, tabiini. Thot, vazhdon familja jonë me pas vështirësi dhe rëndesa se se pa të ndru babgjishi emrin. Por rast tjetër nga Sufjan ibn Sehel apo e Thauri, babgjishi këti ka qenë sahabi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe këti gjithashtu e kish pas emrin i rand. I thot me nësëram, pisot je i let, i kanqëm. Thot po, e ndroj emrin, edhe e ndroj. Dhe ban emrin Sehel. Thot Sufjani, vazhdon familja jeme me pas pasuri dhe gjansi dhe komoditet, se babgjyshi e pa të ndru emrin. A dhe kujdes e emrat. E dikush thot, a qatë shumë shkon kjo pun? Qatë shumë shkon kjo pun. Duhet me vendos emrat mirë dhe me pas optimizëm, me pas mendim të mirë dhe mundësi për t'i zgjedh problemet. Andaj shiko pejgamberi alayhi salatu wasalam tha, u kry puna juve, u lecu puna juve. Me çfarë u lecu? Me një emrin e një armikut i cili e kishte emrin i leti. A ju shkon mendja do një ardh neva, na shkon mendja kështu? Me thonë, që u kry jarë që kje e sos punën. Me thonë optimizëm, me thonë kurajo dhe mës me ahub njerëzve shpresat. Gjithashtu të ndëruar xhamatli, përmendën dietarët se edhe njerëzit e mëdhoj kanë mundësi me e keq kuptu urdhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo shumë rëndësi për neve. Shumë rëndësi është për neve që njeriu mos të ngutët, mos të merr havë. A ky se do? A unë e diket ky vetë se për inati se e ka gjujt. Apo si shpreh. Shiko rast konkret. Rast më i qartë në qartësinë e diellit. Argument pejgamberi alayhis salam del dhe thot: "Qumu fanharu." Ngretni dhe therrni kurbanat. Qafni flokt edhe çka? Hekni ihramat. A e kupton ti çka fjali? A e kupton ti çka fjali? Unë e ti a e kuptojmë. Preni kurbanat, hekni, qafni flokt dhe hekni ihramat. A e kuptojnë ana çka fjali? E kuptojnë. Qafni flokt, preni kurbanin, heke ihramin. Se e na të shku, e na të këthi. Kush për neve se kupton që ta? Po që sahabët se kupton? Se kupton? Prit për nga më po prit për nga më kur kush po lëviz. Qethni flokë s'pi qethni. Prejni kurbanat s'pi prejni. Hekni ihramat s'pi hekin. Hin të gruja vetë, unë Seleme. Thot, nuk pëngojnë. Unë pi thamë kështu atë s'pëngojnë. Atëherë thot, unë Seleme, radiallahu anha, thot, del ti bani qëto punë vetë. Që e thu? Prej kurbanat, heke ihramin, ketë kanë me banë. Po mirë, a pat nevoj që shtu me ja dëshmu? E ka nevoj dhe njëherë. E në mesin e tyre nuk ishim unë e ti. Ishtë Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliju, Bilali, Abdurrahman ibn Aufi, Ebu Bejt ibn Gjarrah, 1400 sahabe, s'po lëvizin. Djetarët i dhanë shpikimet e tyre pëse nuk lëvizin. Po urdhër, fen haru. Kjo urdhër, në të gjitha pajtimet e gjuhësorve, kjo është urdhër. Prejnë e kurbanin. Apo, fen har, prejnë e kurbanin. S'pe presi. Andaj thënë djetarët, a ka mundësi njeri madhë, hoxha i madhë, Ebu Bekri, Othmani, Omeri, Aliju, me e keq kuptu urdhërin? Po, ka mundësi me e keq kuptu. Ku e kanë keq kuptu? Që ku e kanë keq kuptu? U dash me nësa mu qedh vetë, e me therë kubanin vetë, e me i hek i hramin vetë, e ata pasaj me ndjek. Andaj, do njëherë, duhet, kësi rast e mësë mungut. Unë ja kalzova qartë, thot dikush, unë ja kalzova, ja i vizatova. Po që kjo ma i vizatume se që kjo s'ka. There kurbani. Por se ata e kishin i keq kuptim. Ndoshta me mos po ndronë diçka të shkojnë bojnë umre. Ndoshta, si dijet, prit edhe pak. E kjo, andaj, ka mundësi njërës me pas kësi arsye. Prit edhe pak, ndoshta që ka qartësue. E na duhet me e ndru metodën e shpjegimit. Qysh me ndru metodën e shpjegimit? Sikur që e ndroj pejgamberi s.a.s. S'kemi mundësi me u fol këtë dhe njësoj. Andaj, nëse s'ka mundësi me përdor me fjalë, se merr vesh, atëherë çka ban? Atëherë praktikoj ti. Zbatoj ti.
dhe ban sabër dhe ban durim, ata njerëz të kuptojnë, po çështu ku dashka. Po kina ka pastan mbi fillim, s'ka dert, e kuptuam tash. Andaj këta e dërën djetarët se pejgamberi alayhi salatu vesselam me gjithë se dha urdhër u keq kuptu, nuk e dinin tash çka me bë. Andaj ti zgjerojmë mundësit dhe arsyet e njerëzit, ndoshta ka keq kuptu, ndoshta se ka kuptu që ish duhet, dhe duhet format me ndryshu dhe modelet e shpjegimeve me ndryshu sikur që i ndryshoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mësimi radhës të ndëruar vëllezër nga marrëveshja e Hudejbiyes është që Zoti jon xhelel xhelalu donjëherë sjell urdhra dhe ngjarje të cilat të mençurit e mëdhoj i bllokon. Apo e tash mesin e tyre palca e intelektit. Ebu Bekri, Omeri, Othmani, Aliju, titujt lartë. Apo por se urdhrat që ka vishin shumë drana me e këthi muslimanin që ka vjen si musliman, nëse shkon dikush pitena me elan mu këthi si vjet me ardhë më 3 dit i kini mundësi as armë as kur gja, apo krejt këto ishin drana, fshinje Muhammed Rasulullah, fshinje Rahman Rahim. Shka tha Aliju, se fshin nuk e fshinju në këta kitë këto, qka argumentojnë? Do njëherë Zoti jon xhelel xhelaluhu than dietarët, ta'jizu uqulu kibaril ulama, kështu u shprehën. Kush don prej dikush me hulumtu atje. Than Allahu bjen urdhra trun të mëdhoj, gjigant. Ku ka trun më i madh se Omerit? Pejgamberi sallallahu në Sahih Buhari ka thënë ajaban, mu mahnit me këtë njeri. Me cilin njeri? Me Omer ibn Khattabin. Abqari, tha gjeni është, je frifirje, kur thoje e ban, kush? Omeri. E tash ki gjenia, pëse s'po kupton? Ki intelekti, pëse s'po kupton? Nga se urdhat dë njerë të Zotit janë në tati lojt që s'ka mundësi dë njerë edhe i madhi mu nga tru. Andaj qka i tha? A na thojshe kena me ardë numre? A je pejgamberi Zotit? A jena në hak ato në batil? Po, qka janë këto pika? Qka janë këto marveshje? Qka i tha? Inni Rasulullah, unë jam i dërguri Allah. Shkoj të Ebu Bekri, kitë kjo. Po zihën sahabët. E na qka kuptojnë api kësaj? Mosu mundo këtë fejnë me kuptu, thu, unë, këtë du mi kuptu. S'mun është mi kuptu këtë. S'mun është mi kuptu krejt. Po qysha, feja ka ardhë me kuptime dhe qartë për njës të meqëm, këtë regull. Po ka gjëra që s'kuptohë. Andaj shiko pejgamberi s.a.s. Aja u sqaroj? Jo, veç i tha, unë jam pejgamberi Allahit. Shuj. Hesht. Pse? Janë, pastaj ma voni kuptuhën ato. Ma vonë ku qka ndodhen prej ngjarjeve të mëdhoja dhe këthimit historijës, krejt me ka jetë tjetër, ato e kuptuhën, andaj pastaj Omeri tha, ja Rasulallah, surja Feth, a për të ta ka zbrita? Surja Feth, a për të këta ka zbrita? Tha po. E kuptova, ta zhvon pa, ka bo. Po kryesorja e kuptue, andaj, do njëherë, namazi, zeqati, agjerimi, haji, sidomos të haji, tavaf, a dush me kuptu këtë pun? Qish ke me kuptu? Qish me kuptu mu sil rreth qabës, një shtëpije, me një anë të caktuar, apo mu ndal me një vend, me ngrit dorën, me e përshëndet, prap mu këthije, me shku me një kodër në të ditë tjetra, 7 herë, pse jo 8? Pse jo 10? Pse mu qeth? Pse? Këto pse ja lej një herë? Lej. Po veti ata që kanë shkue, veti ata që kanë kryje. Ti edhe pse si kuptu pse? A e ndjen shpirt pse? A e ndjen shpirt përgjigjen? E ndjen shpirt. Dhe sa njeriu nuk e di pse janë, po i shkohet atje. Me ja mundcu po çdo vjet shkon. Pse? Nga se e ka shiju adhurimin e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Andaj do njëherë vinë urat e Zotit Gjelle Gjelaluhu të pa kuptushëm racionalisht. Po e themi edhe agjërimin. Në asë një psikologji nuk kuptohet. Apo? Shkova të një sociolog dhe një psikolog. A ka kuptim? A merë kuptim kjo? Pen që këtë ko, pse jo një 2 orë ma vonë? Pse jo pinë sabah, kur dale drita? Pse jo dhe një qini? Pse jo? Qka ka dalim me
me zbrit, me përëndu djeli dhe agimi i parë. Qa ka? Këtu ku janë sekretët? Por se neve e kuptojmë si ligj i gajbit ka zbrit me e zbatue. Andaj nga kjo e mësojna që jo çdo ligj i Zotit xhallahu kapët me atë arsyeën të cilën ka mundsi njeriu me i shpjegu gjërat. Për shembull, tjetra gajbin që ka besojna se Allahu xhallahu ka përgatit këta dhe këta, dhe se 7 katë qije dhe 2 të qijeve, Gjibrili, Mikaili, këto mund është mi shpjegu racionalisht? Ke mundësi ndo një liber me ta zgjidh këtë problematik? S'ka mundësi, veç libri i Zotit xhelle xhelaluhu. Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata. Ata që e besojnë gajbin e falin namazin. Edhe namazin na kur dalën namaz çka thojna? Kena dalë para Allahut. Apo e tash na shpeshar për shkak se diskutime ndoshta janë mes besimtarëve dhe kjo nuk diskutohet shpesh në këtë nivel. Po dil nga niveli atij që s'beson dhe thuja këtë hadith. Thuj kur të mormi tekbir, dalmi para Allahut. Edhe thuj këshirëm ti mua. Para kujt ke dal? A i thot ke dal para murit. Realisht, apo fizikisht. Në hapësira të tokës ke dal para murit, qilimin për para. Por se në aspektin fetar ke dal para Allahu xhelle xhelaluhu. Ta pejgamberi sallallahu, nëse i vjen dikujt me ndjerë pështym, mos ta nxjerrë përpara, se torp para Zotit xhel, ne ta nxjerrë anash dhe mos ta çoje kokën lart, se ja merr shikimin Allahu. Pse? Tha, sepse nuk ka hije kështu, çish më shkuti me kryet për pjet. Po këtë këto nuk mundesh mi shpjegu fizikisht. Me fizik s'u shpjegon këto. Këto më shpjegohen vetëm në aspektin fetar. A do të kuptojmë edhe këtë pikë. Kjo është pika më e sikletshme. Nervi i fejës o qëto. Surën Bakara, Allah i ka përmend cilësitë e besimtarëve. Apo? E para për cilësive cilën e ka përmend? Para namazit, cilën e ka përmend? Alladhina yu'minuna bil ghaib. Ata që besojnë gajbin. Po u dridh ky sistem, ky motor. Tjerat këtë bin. Krejt, as njas mahat. Ra gajbi, ran të gjitha. Andaj, këtë marrëveshje u forcu gajbi. U forcu, unë jam pejgamberi Allahut, heshni. Kështu ka me ndodhë, kështu du të me mba. Andaj ti morë me ligjet e Zotit, rritet e Zotit që ne ka caktu, adhurimet e Allahu xhellahu që ne ka caktu, e din Allahu pse ne ka bo farz. Ti vesh një punë e ki me lip, ti vesh një e ki. A është farz as është? E po që tu jep takat. Jep, mundoh, a është farz as është farz? Edhe tjetra, a është ndalume as është ndalume? Kur ta mirë është vesh, shuj. Po pse mos me këshirë? Pse mos me pi rakijën? Qa ka? Pi rushit, apo rush. Apo me këshirë me rush. Hesht, nga se pasoja të kishim noja. Këshiri ato që kanë thonë rush, këshiri që ka bojnë? Këshiri ato që kanë thonë që kjo për rushit edhe kjo për rushit. Po këshiri atave, këshiri musliman. Apo këshiri problemet atyre dhe këshiri atyre që ka kanë thonë jo, kjo nuk është veç për rushit. Kjo tehje. Këshiri ata që kanë thonë qka ka dalim mes kamatës dhe trektijës. Shikoj ata. Shikoj farjete i ka praptu Allah, i ka përmbys. Tu kanë sa ma mirë. Tu kanë me komoditetin sa ma mirë. Qatë standard që e ka caktu Zoti vetë xhelle xhelaluhu. Ta provoj se s'ka dalim mes kamatës. Çka ka dalim? Borxhi. E këthen pak ma shumë u kri puna. Apo, o shikoni jetët e atyre që kanë thonë, çka ka dalim mes tregtijës dhe kamatës? Wallahi, së një këshirë për të keçtit. Wallahi, së një këshirë për të keçtit. Qasë në telashe dhe në azab që i ka vendosë Allahu xhelle xhelaluhu. Edhe ata vetë thojnë, wallahi në azab jena. Wallahi në azab jena. Pse? Se ka thonë, çka ka dalim mes tregtijës dhe kamatës? Çka ka dalim mes rushit dhe langit rushit kur bëhet ndonjëherë lang e ndonjëherë raki. Andaj kujdes nga se Zoti xhelle xhelaluhu kështu na sprovon. Kush tha ty kështu me e trajtu? E jo që Zoti s'ka shpjegime. Wallahi ka shpjegime. Ja praktikisht na ka kallzu Allahu xhelle xhelaluhu. Ai i cili e ka marrë fenë me seriozitet, ai i cili s'e ka marrë. Na e ka kallzu Allahu praktikisht. Shikoni rezultatet. Andaj i sprovoi Allahu te bareke ve teala njerëz më të mëdhoj. Me çka? Shuni kur ta merr në vesh është farz.
Mos i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kjo mesele këputet. Gjithashtu për mësimeve çka i përmendën dietarët është vlera e Abu Bekrit në këtë rast me çka u fitue. Është e lidhur me këtë, por se tani si një lloj zbërthimi. Fadiletu Abu Bekr, vlera e Abu Bekrit, fadileti, virtyti, nga e mor krahasim me apo çiko Zoti xhel xhelaluhu. Andaj njerëz e kanë ndonjëherë, sidomos rafidit dhe shijat, e kanë problem këtë rënditjen, hierarkien. Abu Bekr, Omer, Uthman, Ali, e kanë problem apo e mundohen këtu me bë manovra. Jo ky pak më lart, ky pak më poshtë. Çe Allahu xhelona na tregon haptazi. Kush ka në stabilitetin më të madh? Abu Bekri. Fa innahu Rasulullah. Njëtë fjalia tha, çka i tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Vetëm se ai tha, unë jam i dërguari i Allahut, ki tha, ai është i dërguari i Allahut. Ça, por emri ndroi. Këta e cituan dietarët si vlerë të Abu Bekrit. Pse vallë? Se u nështrua para fjalës së Zotit xhel xhelaluhu. Tha shuja Omer, kjo është detaj i vogël që të hipe Abu Bekri pak më lart. Edhe hipi pak më lart. E dinte Allahu zemrën e Abu Bekrit. Andaj të nështruarit para Zotit xhel xhelaluhu dhe mos kontestimi i fjalëve të Allahut e ngrit njeriu. E ngrit njeriu lart. Andaj sa intelektuali, e sa njeriu i mençur në të kaluarën, sa Aristoteli, e sa Platoni, e sa Farabi, e sa tituj të mëdhoj apo gjigant të filozofiave të ndryshme të kohëve të lashta të Greqisë, ata janë njerëz të mëshëm. Ibn Sina, themelusi i medicinës dhe mjekësisë, mbi të cilat krejt bazamentet janë aty, ish filozof dhe i konteston të fjalit e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe këto janë nuk janë për të mëshmit, këto janë për adhamin cili s'marr vesh. Por se ku është Ibn Sina, e ku Aristoteli, e ku janë muslimanët? Kush njihet më shumë? Ebu Hanifja, Aristoteli, Shafiiu, Aristoteli, Ahmedi, Aristoteli, Imam Maliku, Aristoteli, Ebu Hurera, Aristoteli. Kush njihet më shumë? Me këshir ndoshta me atë aparatin e inteligjencës, shot çka mundohen me mat, çish del. Por se te Zoti xhelel nuk shkohet ashtu. Allah e ka sprovuar ato trunt janë si muskujt. Po mundën me mshu gabim ndonjëherë. Apo trunt janë si shpata, mundën me mshu gabim. Andaj arabët trunin e quajnë edhe me gjarpën. Emrin gjarpën e përdoren edhe për trun. Kur e quajnë Amr ibn Asim në Abisini me fol me Nejashijun. Në konsultim me sipër çka thanë? Ta çojnë atë gjarpnin ton. Kush a gjarpni? Ta qojnë atë gjarpnin ton. Ata se kishin për qëllim gjarpën, i meqëm shumë është. A i di me manovruhe. Andaj, mos me ndo, me quria do njerë mundet me kalu në dinakri. Andaj i thojnë, njerëzit e përdorin, i meqëm ama dhejlë për është. Kuptimin negativ. Andaj, pastërtia shpirtërore duhet të harmonizohet me menquri. Për ndryshe, s'ka vlerë, sigur muskojt të cilat përdoren në vendet e gabuar. Gjithashtu e përmendën dietarë dhe kjo është shumë sim më rëndësi, fjala Omerit radhiyallahu an. Thot Omeri radhiyallahu an, amiltu li dhalika a'mala. Për çat fjalish ka e kum thon Hudejbie, kum punu shumë punë për me pastru. Çat fjalish ka e kum thon Hudejbie, kum punu shumë punë. Disa transmetime, kërrejt çka kum punu është me e pastru çat fjalë. E ta çka tha Omeri? Omeri, a i thojnë ata është gabim Omerit? Jo, neve vetëm Omerit i thejmë diçka. I interpretuar gabimisht në tekstet e pejgamberit sa. Kështu thënë dietarët, i interpretoi gabim, i bartin kuptime nuk ishin qashtu. Për shembull, tha, a s'ke thonë që kena me ardhë? S'kish thonë. Ai mendoj që ka thonë. Fjalia që ashtu ishte në kësi kuptime, bartës kuptimeve. Tha, a si e pejgamberi Allahut? Nuk e tha, asë që në kuptimi thash mu ka një dyshimi, jo. Ti je, pra mas i je, qkojnë ana. Tjetra, mas i jenë në hak dhe në të vërtetën dhe në urdhën e drejtë. Pse me ju shlupe? A janë këtë nga bim? Na jenë në drejtë, po. A i cili është drejtë, të li ashtë ma që ndihet ma rahat, a i cili janë drejtë. Qkojnë atë bojnë a umre. Thot Omeri, për që këto fjali, kum punu shumë me mi falë Allahu. E tash na e dim që Omeri, pe pejgamberi se më ka morë për gëzim, Omeri në gjennet.
e na çka kuptojna. E na çka kuptojna. Kjo është ligjërat veti, vallahi që kjo është ligjërat fjalia e Omerit. Ma në men, a'meltu lidhalike a'male. Për çat punë kam punu shumë punë, që të më falë. Çka kuptojna na? Sa njeriu gabon, rrëshqet, korrupton, vjedh, ban gjuna, len obligime, len farze, len të drejta, si plëcon amanetet, edhe në fund çka thot? U kri kjo punë, gabova, po vazhdojna. Ku po do me vazhdu? Ku po do me vazhdu? Ti vazhdon, po të Allahu si të vazhdu. Apo, ti një farz kur nuk e krin, qish mund është me mbulu ata? Du është më falë shumë më sane. Një detirë se ke kri, a ki thonë se ka me kri, qish po me ndonë ti? Du është tash me zavencu ata, me të regun shumë raste që ti tash e mban amanetin. Apo, i ki hiti kujt në hak, ban ma halal valla. Pa halal, po ta ban njerëzit. Po ti mrejna, atë zarbin mrejna, a e ki parasysh ajo? A e ki ti parasysh? Shiko për nga mberi se zelle. Një rast konkret për ta të regu, se njerës ka thoi, që ishbe muslimanit dhe mja ba muslimanit halal, apo shkel sa të munësh, në përkam sa të munësh, shfridzoj mundësit, ku të ki mundësi me shkel muslimanin, e mos ani, valla ki mira be ma ban halal. Ta ban halal, po te Allah a mune e merë halalin. Shiko vesh një rast, vrasës i Hamzës, dhe kishe imrin Wahshi, ibn Harb, Wahshi. Ardhe pranoj islamin kur u shliru Mekja, do të përmenin ma vonë këtë vim të viti 9 hijri. Ardhe pranoj islamin. Të kush po vjen me pranu islamin? Të dë një hoqë? Të dë një djetar? Jo. Po vjen të prisi suprem, pejgamberi s.a.s. S'ka mundësi ati mi pas ik ati situata. Apo thojna, hoxha njeri është, tash më se ngarkot deri sa s'mundet. Pejgamberi ka obligim? Ka obligim me duru shka s'durojnë tjertë. Me duru shka s'durojnë tjertë. Erë Wahshiju. Edhe e pranoj islamin. Kjo kish vra Hamzën. Qa i tha pejgamberi s.a.s. Tha sa i përket islamit tanë, unë e për që këtë punë ku marrë, hinë islam. A më tha, ti më së ndel para ftyre mu. Si të mund është më së ndal para ftyre më së ndel. Edhe u larguar. A ju mërzit? Po pse ja tha pejgamberi s.a.s. Unë nuk guxoj mos me të pranu, se ti ke një islam, ke një fe. A më me mdalë ti shtash për dit para ftyra. Qash ca herë që të qofën të më kujtojt Hamza, të më kujtojt masakra e Hamzës. Keni parasysh të sende. Anda njerëzit hitë si kanë parasysh të ofendon, e thot kitë, aje shpras, kejtë qka ka, apo? Edhe në raporte familjare, unë ja thash, e mësani ajnë të banje sabër. Po nuk thot, e mësani, e pse tash dishka ftoft po më prit ki mu e dishka. Ki mësu ka prek me ato fjallë, po qish mendove ti? Qish ki mendu ti? Mi a thonë këtë fjallë, e pastaj, ajë mos mu prek, apo? Edhe në familje, në raporte, burë gruje, e në raporte tjera, familje ma gjana, unë ja thamë kejt, e ajë si të muje në të baje. Po nuk shkojnë kështu, se njerëzit janë njerëzi. Ajë mundet me thanë për shka këtë pozitës, apo fëmija, babës, shka t'i baje. Apo nusja, manalt, e kështu me radhë raporte, të ndryshme vllazërore e familjare, kusheri me kusheri. Do njëherë ka rastin që ashtu, së nja thotë se ama naltaj. Ama te a e ki parasysh atë mënejna që e ki lana jo? Hitë se ka njerëzit parasysh. Shiko për nga me sa më tha, hinë në islam. Së mujnë mësë më të shtinë islam. Po tha, mësë ndel para ftyre. Mësë ndel tash para ftyre që ma ke masakru haxhën. Cop ma ke va haxhën tash të unet të qofë për dit. Shka tha Omeri? Por këtë fjali, unë nuk jam fëmin këtë aspekt. Unë e di që këmë thonë. Dhe i këmë thonë fjallë të cilat e kanë ngushtu për nga mberin së sellem. Edhe Abu Bekrin e kanë ngushtu e. Këmë punu shumë të ma fale Allahu Gjeli Gjelalu. Andaj të ndëruar që më të li, kujdes me veprat. Mos me ndo se që ashtu kalohen ato. E bana, une tash po kalojna. Prit pak, dush me punu, me dhanë tash për ata. E ke bon një manovër dikon, një dalaver dikon. Tash dush me punu e për ta. Dush me dhanë sadaka. E ke përgoju dikan, së ndrejqet që ashtu. Apo, për shembo njerëzit si thoj, elhamdulillah ki spedike, shqyqir, mirë, po keshke ala. Apo keshke po të zoti që shkime shku. Te Allahu gjellë, qysht këshirë Allahu gjellë gjellë. Andaj, meri parasysh edhe raportet në zemër atje. Edhe më stuj, une e baj, une e kryta, une e kalova, kisun ma këthen muë, kisun ta këthen ndoshta, se që ashtu e ka pozitën.
po zemra s'ka me t'lën rahat, e thymi ati s'let i rahat. Andaj shikop Omer radiallahu anhu tha, vallahi kum punu shumë, të ma falë Allahu Gjelle Gjelaluhu këtë vepër të cilën e ngushtova pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Në këtë ka dhe shumësime, por se koha nuk premton që t'i përmend me të gjitha. Hudejbia ishte ndryshim me gjitha përmasat të ndryshimeve. Para mendo pejgamberi sallallahu për sa vite? 6 vite, edhe 13 vite, apo 19 vite thirrje në Islam. 19 vite. Dhe për 19 vite sa sahabë u banën? 3.000 sahabë. Apo 3.000 sahabë. 3.000 sahabë në 19 vjetë. Nuk është numër i madh për krahas viteve. Nuk është numër i madh. Dhe krahas fundit sahabëve që janë bërë. E çka ndryshoi me Hudejbian për 2 vite? Për vitin e 7 dhe të 8 dhe në hyrjen e 9-tit, 2 vjet e diçka. Sa u shtu numri i sahabëve? Në 10.000. Pra, Hudejbia 2 vjet mundësi i apruni pejgamberit se edhe 7.000 sahabë. Ndërsa po 19 vjet i kishte bërë veç 3.000. Veç 3.000. Plus deklarativisht se mesin e tyre apo munafik kishte që çarkullonin kishte prej tyre, që ishin ende jo stabil. Po shkojmë deklarativisht ishin 3.000. Edhe 7.000 u shtuan për 2 vjet e diçka. Dhe në fund, para se me vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, u shtu me 10 fish më shumë. U shumë fishu numri i sahabëve në haxhin lamtumirës. Këtë këta kush e bani? Hudejbia. Pse? Nga se tani sahabët shkonin në Mekë, shkonin te familjarët e vet, s'kish mundësi Ikrime as Khalidi me pengue davetin. S'kish mundësi. Nga se pika çka ish? Neve do të shsillemi sikur miq. As jena miq, jena armiq. Ti je çetërfe, na jena çetërfe. Po prej jashtë do të cilë me kishë s'kena problem. E citoj pika e 5 e marrëveshjes. Andaj tani banin davet. Vetëm se kishin një pikë problematike. Cila është ajo? Nëse u bante dikush në Mekë musliman, s'kish drejt me shku në Medinë, pa lejen e kujdestarit. Kjo rregull. Por kjo do ta shohim më vonë kur do të prishet kjo pikë. Atëra shumë prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e pranojnë fejen, shkojnë te Muhamedi alayhi salatu wassalam. Andaj shiko, diçka që s'ia u mor mendja sahabe, madje shpirti u ngushtue, që kjo shpirt ngushtësi ja u pruni edhe 7.000 muslimanë. Andaj ndonjëherë ti si kupton do punë, çka janë të ndodhë do punë, si kupton gabim e ka ai, s'është ditë me punue, por se dije se ai i cili punon me ajetet e Zotit dhe me mësimet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e merr dash më vonë, cilat vija dhe pe i ka lidhaj, apo ti nuk e gjetash. Ndoshta na nuk i shohmi disa punë të njerëzve të caktuar, por se shiko pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kush e mor vesh këtë? Andaj Allahu tha fathan, ne e çojtëm këta si fitore, 10.000 sahabe u banën. Dhe në këtë vit u banë disa prej ngjarjeve të cilat neve duhet të i kalojmë dhe të hyjmë në vitin e 7, e që në vitin e 7 të përmendim një ndryshim goxha të madh pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ajo është dërgimi i letrave tek pushtetmbajtësit më të mëdhenj të asaj kohe. Dhe me këtë marrëveshje u liru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej kujt? Prej presionit në shtëpi. Sa në Medinë i vishin. E tashmë ato zguzeshin me ardh Medinë, se kish marrëveshje. E tani pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ndron kahjen. Dhe kjo është urtësia e Zotit, që ta ndron tani kahjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që të plotësohet një ajet i Zotit xhel xelaluhu. Se kjo është pejgamber për krejt botrat, jo vetëm për arabët. Apo nëse dikush thoshte për arabët, jo. Tani ishte normal, ishte duke punuar lokal, kuptimin nëse i marrmi popujt të gjithë, të asaj kohe ishte duke punuar lokal. Po tani del pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej lokalit në krejt globin. Krejt ku kish njerëzi dërgon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam letrat e tij për ta pranuar pejgamberin dhe mesazhin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me hyrjen e vitit të 7 të Hijrit fillon me
me dërgue letra të gjithë perandorve dhe superfuqive të asaj kohe, siç ishte Bizanti, Persia, e ishte Damasku, e ishte Jemeni, ishin disa prej qyteteve dhe kryeqyteteve të mëdha, edhe ishte domethënë te arabët një guxim shumë i madh i u shkruajt këtyre. Arabët të ato ishin rob që do ta përmendni te Hirakli se si e mor Ebu Sufjanin aq këtu. As të foli diçka me tije. E mor kuptimin si shërtor. Eja këtu. Dhe kjo ishte një ndryshim shumë i madh nga ana e muslimanëve. Thot Enes ibn Malik, hadith që ka transmetuar Imam Maliku, Imam Muslimi nga Enes ibn Malik, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka shkruajt Kisras, i ka shkruajt Kajserit, i ka shkruajt Nejashiut. Nejashi, Kajser, Kisra janë titujt të perandorëve. Kisra e ka pas perandori i Persis, dërsa emrin ai njeriu e ka pas Hormuz. Kajsar është i Bizantëve, emrin e ka pas Hirakl. Dhe Nejashiu ka qenë prej Abisinis. Thot Imam Enes ibn Malik, thot ila kulli jabbarin yad'uhum ila Allah, dhe ju ka shkruajt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çdo pushtetmbajtësi dhe arroganti që ta pranojë fenë e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Atar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i mbledh këshillin e vet, i mbledh sahabët e vet, dhe prej asaj çka konsultohet, dhe tani po ndryshon kahja, tani mos ka punë me arab, me jo arab, tani me jo arab, dhe ish guximi i madh që do të përmendni prej dobive se prej fakteve të pejgamberisë është edhe dërgimi i letrës. Fakti dhe dëshmia që është pejgamber është që i ka dërgu perandorën më të mëdhoj në nshtromu mua. Provoje ti bana. Provoje që ja dikujt perandorit më të madh thujt në nshtromu mua, e sheh edhe çka të gjejnë pastaj. Apo por se Muhamedi sallam, por shkak se ish pejgamber dhe e shkruajti, ti që më nështru mua, jo veç ti. Romakët, Bizantët, Persia, Jemenasit, në Sham atje, në Jememe, në një grup i madh i fisëve të arabëve, në pjesë të Nejdit atje, kredi u dërgon pejgamberi se në Egjipt, Mukaukisit, në Egjipt atje në Aleksandri, plotëve. Dhe kitë kjo, çfarë zemre po i dërgon? Sa ajo është i dërguar i Zotit Gjelle Gjelaluhu. Ajo është dërguar i Zotit. Allah dhe çoja letrën ti. Çoja ti letrën e pastaj na mirëmi me ta. Andaj pejgamberi selam i mbledhi konsultimin e vet, atë këshillën të cilën e kishte, dhe prej asaj çka u informue për informatave shtesë, i than disa prej atyre që ishin prej persianëve dhe si Selmani dhe Suhejbi, çka i than? Than ja Rasulullah, këto romakte dhe persianët si pranojnë letrat pa vule. Si pranojnë letrat pa vule. Tha duhesh këtë letër me e vullos. Hera e parë që po përdoret të vula. Arab se kishin problemin e vulës ata, se ishin as me shkruajt as me lexuar ata. E tani hera e parë po theksohet në bisedë vula. Çfarë vula? Atare pejgamberi sallallahu alajhi wasallam urdhëron që të vendoset një unazë e tij, shkruhet në ta Muhammedun Rasulullah, dhe me ta e vulos te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam letrën e shkruar. Nuk tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë rast, se këto ishin punë teknike, apo masi si pranojnë pa vule, çoj me vul. E nuk tha tash, po unë jam të qufta, e pranoj se pranoj, ato ju bëhet keq atëve. Ato e kanë më keq, jo unë. Ja, pa jam sa tha, e bojmë vulën, s'është problem. Me rëndësi është ta pranojnë mesazhin, me rëndësi është ta pranojnë ligjin e Zotit Gjelle. Atar pejgamberi alayhi salatu wasalam e thirr Amr ibn Umayya ad-Damri radiyallahu anhu dhe e dërgon te Nejashiu i pari. Pse? Gazai vetëm se ishte informuar, atje ishin sahabe. Da shohmi në Khaybar kanë ardhur ata të Abisinis, apo në vitin e 7. Shiko sa gjatë kanë qëndruar. Po kjo s'është me rëndësi, më rëndësi është me ecë mesazhi i Zotit Gjelle Gjelaluhu. Andaj e dërgon te Nejashiu Amrin dhe ja lexon letrën, dhe këtu do ta vërejmë një dallim shumë interesant pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se si i dallon mesazhet mes krishterëve dhe mexhuzve, izalportistave. Nëse Nejashiu, Hirakli,
Muqawqisin e Egjipt, këto ishin krishterë dhe zyrtarisht e kishin fejen krishtere. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe në letër, thonë dietar, edhe në letër ka dalluar shkrim. Te krishterët ka shkruajt ajete, te zerkurtistat s'ka shkruajt ajete. Ku e din ato çka ajeti? Nëse ata e din, ata shiko forma precize, forma shumë të holla, i nxit që ti të shkon menja. Çka ka dallim kjo? Ka dallim, sa ata e din çka ajet. E kanë Injilin apo si libër të cilën e besojnë se është e Zotit me gjithë ndryshimet çka i ka. Andaj e dërgonte në Xhashiu dhe ai e pranon Islamin. Ai e pranon Islamin. Dhe gjithashtu, këtu do ta përmendem sa e kemi rastin, kur ndron jetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja fal xhenazën. Kur ndron jetë pejgamberi alayhi salatu wasalam ja fal xhenazën. Pastaj i dyti i cili vjen ai se pranon. Ai i dyti i cili vjen nuk e pranon. Dhe gjithashtu, ky i cili e pranon Islamin, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja pagun mehrin me martu vajzën e Ebu Sufjanit. Ja pagun 4.000 dirhem me martu vajzën e Ebu Sufjanit. I pari i Mekelive. Andaj, ai nuk dinte si mi shërbi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ja kryn këto proceset e martesës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thirr Dihya ibn Khalifa al-Kalbi radiyallahu anhu. Dhe këta e dërgon te Herakli. Po këtu unë nuk kam tash mundësi më ndal me gjitha, por vetë një detaj. Te Herakli ishin Bizant. Bizant gjithmonë u cilësoni me njerëzit pashëm, të bukur, të heshëm. E tash, me qute njerëzit heshëm, në njeri shka s'është i heshëm, a shkon? Nuk shkon. Por shembull, ti ki me qute një popull, këtë janë të bukur ata, apo këtë janë të heshëm. Tash me e qu nja, apo kur kun, në vonë, normale krijimi i Zotit xhallahu ala, apo kanë e zgjedhë pejgamberi sa me qute Herakli, qatë sahabën qka edhe Gjibrili ka ardhë me ftyrën e qati. Gjibrili thamë, ka ardhë me ftyrën e Dihjes. Pse? Se ish ma i heshmi sahabëve. Ish ma i bukuri i sahabëve. Andaj shikon pejgamberi se mi thot Dihjes, e cti. Pse? Tash me thojnë ato romak ku shka ardhë ki. A kur t'ja qësh një njeri, dëmon, standardin e plëtson dërdikon, apo që ata, tash, pejgamberi sa u mundon të këto punë teknike mi largue. E thirë Dihjen, njeri më të bukur, shkoti të ta. Shkoti të ta. Nga se dhe Gjibrili vinte formën e ati. Do shta e kini ledzu këtë rast, por duhet i ledzoni këtë detale. Pse Dihja? Pse nuk i tha Omeri, shkoti Omer? I ban pejgamberi zem veprimet me urtësi të plot, sallallahu alaihi wasallam. Andaj e qojte Kajseri, mbreti i Romakve, e thiri në Islam. Por se ai tha mukan të pejgamberi ja kisha la kanët. Apo dhe në disa transmitime ka thonë po e pranoj. Por se pastaj kur ka folme ato të mëdojt e vetë, edhe ato kanë kështu transmituesi thot dhe e nxjerrën zanin e gomarit. Jo, s'ka. Atëra ju tërheq. Atëra ta pejgamberi sa kelleve aduullah, ka rrejt armiku i Zotit se ka pranuar Islamin. E me pasdoj me pranuar, e kish pranuar, pastaj krejta taksat i kish pagujt. Nëse s'ka ti edhe Islam, edhe xhennet, edhe po do ketë me ta boçevin, s'ka mundsi. Atëra pejgamberi sallallahu e zhvendos këtë shkuptim të njerëzve se ai ka pranuar Islamin. Pastaj pejgamberi sallallahu e dërgon Abdullah ibn Hudhafa as-Sahmi radiyallahu an tek Kisra, tek mbreti i persianëve, tek Hurmuzi. Dhe ki e merr dhe lexon letrën. Edhe nervozohet shumë. Edhe thot: "Kush është ky rob që më ka thirr mua më nështru atij?" Edhe e merr letrën dhe e çopton. E çky. Atëra pejgamberi alayhi salatu wassalam kur i tregohet se ka çky letrën thot: "Mazzaqallahu mulkahu kull mumazzaq." Allahu ja coptoft pushtetin me çdo coptim. Dhe i coptohet pushtetin. Fillojnë më vranë me zveti. Fëmia e vret babën t'ja more pushtetin, e kushërit dhe me veti, a gjallar fillojnë copa bërë dhe bjenë pushtetit tëre.
vjen pushteti tërë nga se kishte çkyje letër, ndërsa Herakli e ka marrë me madhrim. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam e çon Hatib ibn Abi Balta radiyallahu an, ky i cili kishte marrë pjesën në Bedër, e çon në Egjipt te Muqawqisi në Aleksandri, në Aleksandrin e sotshme. Atëherë ishte ai vend aty ku qëndronnin perandorët. E çonte ky edhe e thirr në Islam. Ky e madhron çështjen, thot na e kena prit, kemi folë për një pejgamber të fundit, e kështu me radhë, porse edhe ky nga kooperacia për pushtetin nuk e pranon Islamin, porse për ta qetësuar muhabetin, nëse pejgamberi sa do ta citojmë çka ju ka thënë në letër, ja çon pejgamberi shumë dhurata. Prej dhuratave që ja çon dy vajza të reja robresha, nga e cila robresh Maria, nga e cila e kishte pejgamberi sallam një djalë Ibrahimin, i cili dhe ai ndron e një tjetër pejgamberi sallam e marton me një sahabe tjetër. Por se Islamin nuk e pranon. Gjithashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam e dërgon Salit ibn Amr el-Amidiyun radiyallahu an tek pushtetari i Yemamës. Yemama ishte larg, domethënë vendeve, domethënë periferi, skaj të Gadishullit arabik. Atje ishin shumë vise. Dhe ky vend quhet El Yemam. Aty ishin pushtet. Këto, nëse na mundson Zoti xhallahu ala me fol pas vdekjes pejgamberit sallam, këto kanë menxjer goxha të lashe. Ma vonë, kanë menxjer goxha të lashe. Ja u dërgon pejgamberi sallam, por se ata nuk e pranojnë Islamin. Këto ishin letrat e para të pejgamberit sallam, të cilat i dërgoi alayhi salatu wassalam në këtë periudhë. Çka ju shkruajti pejgamberi sallam? Çka ju shkruajti? Në letrën të cilën i dërgonte pejgamberi sallam, shkruante kështu: Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Kështu e përkthejmë, ajo ka kuptim edhe më të madh. Min Muhammed Rasulillah, nga Muhammedi i dërguari i Allahut. Ndërsa në disa letra min Muhammed Abdihi wa Rasuli, nga Muhammedi robi i Allahut dhe i dërguari i Allahut. Edhe pasaj vazhdon të letra deri tek Herakli, apo deri tek Kisra, apo deri tek Muqawqis, pushtetari apo i madhi i Egjiptit, apo i Bizantëve, apo i Kisrës. Çka i thonte? Inni ed'uke ilal Islam, unë të thras në Islam, dhe të thras të pranoj se unë jam pejgamberi i Zotit. Eslim teslem, pranoje Islamin, shpëtojnë. Yu'tik Allahu ejrake marratayn, ta jep Allahu shpërblimin dy fish. Nëse ti e pranon, tjerë të pranojnë me një herë, ti e ke Islamin shpërblimin dy fish. E nëse nuk e pranon, atër dije se e ki gjunahin e ketë popullet që s'ka hin Islam. Kështu e kishte letra e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe se me ka transmetuar Imam Buhariu. Por se është një detaj i cili ka mungu në disa prej letrave. Por shembull, tek Yemama edhe tek Kisra nuk ka shkrujt Abdullahi wa Rasuli, robi Allahut dhe i dërguari i tij. Dhe gjithashtu nuk i ka shkrujt ajete. Kulja ehlel kitabi, thuaj o i thartë të libri, e janë i të bashkojmë në një fjalë të përbashkët mes neve dhe juve, që mos të adhurojna as kanë përveç Zoti Gjelle Gjelalu, dhe njëri tjetrin mos të llogaritim ortak të Allahu te bareke ve teala. Pse nuk e bani këta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Nga se zerputistat nuk e din çka ajeti. Të s'kan fe qellore fare. E dyta, ato se kuptojnë abd, dhe s'kish nevojë me u qartësu këtë punë, ndërsa krishterëve kish nevojë me u qartësu. Pse? Nga se ata e kishin bërë pejgamberin Zot. E Allah e pejgamberi sa tani e bjen te pejgamberi në pozitën e vet. Abudullahi wa Rasuli. Robi Allahut dhe i dërguari i tij. Andaj shiko, ky detaj është shumë e rëndësishëm se ta kuptosh se si po i shkruan pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me rrethanat e caktuara. Andaj pejgamberi alayhi salatu wasalam i shkruante në format të cilat ata e kuptojnë. E dyta, të cilën e kuptojnë, është ajo çka e ceka se në këta ka fakt për pejgamberinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam.
Para mendoni tash arabët në fushat dhe popujt apo ndërkombet tjera, kush ishin? Arab. Andaj Hirakli, derisa i kishte arrit letra, Ebu Sufjani me një shok të tij, me disa shok të tij, ishte në Gaza, në Quds. Dhe e thirr, ja çon do polic dhe e thirrin te pallati. Dhe e merr pyetje. E keni dëgjuar këta, tash po kemi mundësi me e përmend. E vërben, farfisi ka, farfamilje ka, a ka rrejdu njëherë, qysh është puna me ta, a keni luftu me ta, ketë këto. Dhe e pranon se është pejgamber. Andaj, shiko pejgamberi s.a.s. po e nxjerr prej asaj zymtyje ku ishin arabët, ku me fol me njerëzit më të mëdhej. Arabin atë kohë s'ka guxu me përmend perandorin e romakëve dhe persianëve. Tani pejgamberi jo që pe përmend, jo nuk pe përmend. Jo, as nuk po bisedon, po thot ti më i pari që më nështru mua. Kjo ndryshim shumë i madh. Ti më i madhi, ti që më nështru mua. Andaj çka bani Hurmuzi? E çkyti. Por tha për nësëm mezzak Allahu ka me cëptu ata. Dhe e cëptoj Zoti unë gjelle gjelalu. Andaj, kjo çka kuptojnë? A ka pas mundësi me ba këta njëri i thjesht? Ebu Sufjani ishte kryetari kitë arabëve, po shkojnë si rob peshtin aty mrena. As këtu pak vetë me diçka të mormin në bisedë informative. Kurse pejgamberi për i shkruan letër aty në nështroju, dhe ai po thot, pak e kam problem me ata e pranun. Paramendo tash. Ta përkthejmë me këtë gjuhën bashkohore. Fuqit më të mëdha. Ata vetëm njëri tjetrit i kishin ndrojen, jo arabëve. Persia i kish ndrojen kujt? Romakëve. Andaj kishin luftë, pak para se me bë pejgamberi luftë me ta, pak para se me dërgu ushtrinë e tij tek këta, ata ishin luftuar me vetë. Allahu e cekin Kur'an, ghulibatir rum, u humbën romakët, por do të fitojnë pak më vonë. Pra ata ndërmjet vetë kishin ndrojen. Arabët nuk i trajtonin as si në kuptimin e të drejtave njerëzore të plota, hiç. Tani nga mesi arabëve po del Muhamedi s.a.s. dhe po thot eslim, teslem, ulu, pranoj islamin, shpoton. Andaj lexoje këtë anë të historisë së pejgamberit dhe e shef se sa është e qartë si dielli mesditë historia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në këto letra ka dhe shumësime, po e përmend me një detaj. Edhe ajo është letrat e pejgamberit sallallahu si po shkruhen. Këtë letra që i ka shkruar Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Abdillahi wa Rasulihi, nga Muhamedi robi Allahut dhe i dërguari i tij, apo nga Muhamedi i dërguari i Allahut. Kaç. Kjo s'pat mundësi mu shkrujt në marrëveshjen me Hudejbien, në marrëveshjen e Hudejbies. Apo tha fshinje Rahmanirrahim, e fshini. Tjetra Rasulullah, fshini. Dhe kjo i provokoi sabrin e sahabëve. Omeri tha ja Rasulullah, Aliu tha se fshini. Por se shiko Allahu xhelle xhelaluhu, atje e fshini, edhe pse realisht nuk u fshin, çka tha pejgamberi? Fshinje se unë jam pejgamberi i Zotit. Po ne marrë të spottojkan, apo? Apo njerëz sot cikletohen me ja hek autoritetin. Që mos mi thon me titullin çka e ka, apo disi e ka një lloj nënçmimi dhe përçmimi. Por se s'ka më rëndësi nëse ti je i ngopt me ata çka ti e di se e kije. Nëse ti e zotron një punë, nuk ka problem. Andaj dha fshije, shkuje me Muhamedit djali Abdullahit. Por Allahu xhallahu ala kish përgatit këtu mu fshi, mu shkrujt shumë banalt atje. Apo mu shkrujt te Persia, te Romakt, te Jemeni, te Egjipti, çka mu shkrujt? Muhammed Rasulullah. Këtë bota e morvesh ta se Muhamedi është dërguari i Allahut. E morvesh, ju shkoi letra. Andaj shiko pejgamberi sallallahu kështu e kishte menaxhu këtë punë. Kështu e kishte menaxhu. Fshije këto. Edhe pse nuk e fshini këtë, ta shkruaje me emrin e Allahut. Ka çka ka në njoft, çka ka shkruaje. E ata mos me pas ndodh që kjo që ta sonë shkruajke. Apo se Kurajsh se lan rahat. Ai derisa ka problem me Kurajsh, s'mund të më dalë nga kjo torturë. Kur e qetësoj punën me Kurajsh, atëra u liru pejgamberi sallallahu alajhi wasallam.
Dhe ta shohmi edhe çlirimin e fundit që e bën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me fisin Banu Nadir, me Khayberin, dhe pas kësaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam rritet shumë dhe zhvillohet shumë, dhe në vitin e 9 të hijrit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e çliron Mekën e Zotit Gjelle Gjelaluhu, dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam fillon gradualisht me përgatit drejt shkuimës së vdekjes dhe drejt shkuarit tek Allahu te bareke ve teala. Andaj të nderuar xhamatli, këtu ka edhe shumë prej mësimeve dhe porosive të cilat ka mundësi me i nxjerr, por se do të mjaftohemi me kaq. Besoj që kjo të cilën e përmendëm e ka rëndësinë e vet dhe e ka peshën e vet nëse na meditojna dhe e vendosna theksin ton në këto citatet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj pejgamberi alaihi salatu wasalam fitoi shumë me marrëveshjen e Hudejbiyes. U çliru shumë pejgamberi sa me marrëveshjen e Hudejbiyes, edhe pse u ngushtuan ata, u shqetësuan sahabët se pritën me atë zemërgjërsi të cilën e pritshin radhave të kaluara, por se Zoti jon xhelel xhelalu shpesh herë i kryen punë në ata çka neve nuk na i shkon mendja. Nuk e ka perceptori i truve ton, por se Zoti xhelel xhelalu kështu i kryen punët. Me lejen e Zotit xhelel xhelalu do të vazhdojmë me ligjëratat e ardhme, që ta shohim se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka ka bën në vitin e 8 të hijrit, në vitin e 9 të hijrit, deri te çlirimi i Mekës dhe deri tek ndrrimi i jetës të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Zotin ton xhelel xhelaluhu, që Allahu te bareke ve teala na mundson që ditët e kaluara Allahu t'i bën qabul, Ramazanin, agjërimin, taravit, namazet tona, Allahu të regjistron në regjistrin e veprave të mira. Elusim Zotin ton xhelel xhelaluhu që Allahu te bareke ve teala këtë ditë të mbetura Allahu na mundson që ta finalizojmë me vepra të mira, me punë të hajrit. Elusim Zotin ton xhelel xhelaluhu që Allahu te bareke ve teala na ndriçon mendjet tona me Kur'an, ai mundson Zotin ton xhelel xhelaluhu që ta kuptojmë fenë e Zotit, që ashtu siç e kanë kuptuar sahabët, se e ka kuptuar Ebu Bekri, Omeri, Aliu, عثمان رضي الله عنهم وأرضاهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.